Në qytetin e Peshkopis, një djalë 22 vjeçar me emrin Klevis kishte për zakon të dilte natën për një shëtitje të shkurtër pas orës 11. Ishte një mënyrë për të çlodhur nga dita e gjallë. Një natë të ftohtë janari, Klevisi po ecte në rrugicën pranë shtëpisë kur ndaloi. Në largësi, pa një person që i dukej shumë i njohur. Sa më afër që afrohej, aq më shumë ftoi gjaku në trupin e tij. Ishte ai vetë. E njëjta pamje. E njëjta veshje. I njëjti ecje. Por tjetri nuk e shikonte, vetëm ecte ngadalë në anën tjetër të rrugës, pa kthyer kokën. Klevisi ngrin. Nuk lëviz dot. Vetëm e vëzhgon. Në një moment, tjetri ndalon, kthen kokën drejt tij dhe buzëqesh, por buzëqeshja ishte bosh. Pa shpirt. Pa emocion. Pastaj zhduket pas një godine. Kur Klevisi vrapon për të parë, nuk ka askën. Ai nuk e haron atë natë. Dhe për një muaj rresht, kishte ndjesinë se po vëzhgohej. Disa e quajnë doppelganger, një shenjë e keqe. Të tjerë besojnë se ai pa shpirtin e vet, të shkëputur për një çast nga realiteti. Por një gjë është e sigurt, ai nuk ka dalë më natën kurrë. A ishte kjo një fantazm, një paralajmërim apo vetë hija e tij? Na shkruani mendimin tuaj në komente dhe abonohuni për më shumë histori të vërteta nga Shqipëria që të ngelin në mendje.